e fundit dhe e them këtë për arsye se shpeshherë kanë qenë të ftohtë ndaj reagimeve, le të themi pjesëmarrjes në protestë apo të qenurit agresive etj. Si kurrë më parë, fryma është e jashtëzakonshme jo vetëm për pjesëmarrjen në protestë, por kjo na ka vënë para një përgjegjësie shumë të madhe edhe deputetëve të opozitës, Partisë Demokratike, edhe funksionarëve të PD-s, që kërkohet një protestë e fortë, kërkohet një reagim shumë i fortë dhe kudo ku shkon në bizneset vogla, në supermarketet vogla, në dyqanet vogla, në banorë që kemi takuar, në qytetarë të zakonshëm që i kemi takuar në rrugë, të gjithë bien dakord që është mbushur kupa, është derdhur dhe që duhet largohen një orë më parë. Madje kam patur raste, po ta them që kam takuar qytetarë që më kanë thënë që nuk ju kemi besuar. Ajo historia e asaj verës shishes 33.000 euro Romane Konti ka qenë e pabesueshme. Ma kanë thënë, keni dalë, keni thënë ju keni deklaratat e Ahmetit dolën gjithë vërteta. Por të gjitha çfarë janë thënë, duke nisur edhe nga Benameta, për cilin nuk kam si politikan e kam patur rival, asnjë lloj vlerësimi politikisht, por për hir të vërtetës, çfarë ka thënë në denoncimet e tij, në intervistat e tij Keçim Peka, çfarë ka thënë, të gjitha qëndrojnë dhe janë të vërteta dhe janë të faktuara tashmë. Kështu që thënë këtë është një situatë, unë do të thoja inkandeshente për sa i përket nervit të qytetarëve dhe reagimit që pritet. Jam i bindur që protesta do të jetë jashtëzakonisht e lartë për sa i përket numrit pjesëmarrësve, pra do jetë një protestë e madhe, por pa diskutim do të ketë edhe një reagim të fortë, unë jam i bindur, ka një nerv si rrallë herë nga qytetarë më të zakonshëm, nga çiftet e reja, nga familjar, nga të moshuar, nga parë të moshuar që ja po e them troç, jemi këtu ke syri, më kanë kritikuar që të gjithë, që mos dilni aty dhe jepini drejtim. Pra reagimi është i tillë dhe jam i bindur që sot do ketë një protestë ndryshe nga herët e tjera. Gjone? Bashkohem plotësisht me Belinin, edhe nga takimet të cilët kam pasur në qark, por edhe me banorët e Tiranës. Padyshim që ka një interes të shtuar në lidhje me protestën, edhe për shkak të faktit që të gjithë denoncimet e realizuar nga ana e Partisë Demokratike